Kryetari i Kërqovës Aleksandr Jovanovski priti në takim biznesmenët që veprimtarinë e zhvillojnë në këtë komunë. Qëllimi i takimit ishte identifikimi i sfidave me të cilat përballen bizneset lokale dhe adresimi i kërkesave të tyre për përmirësimin e kushteve për të bërë biznes. Afaristët paraqitën një sër problematika që lidhen me infrastrukturën, procedurat komunale, lejet ndërtimore, zgjerimin e kapaciteteve prodhuese, si dhe nevojën për mbështetje më të madhe në zhvillimin e aktiviteteve ekonomike. Ali инфраструктурата е много битна работа да ми е възможите. Битно за нашия оператор по стопанственици во Кичево не е инфраструктурата во индустријските зони. Луѓето во Кичево не може да прават. Не може, значи немаме никаква уживанција во Кичево. Само се седиме. Од Цабајра кафе до Вечена кафе. Секој знаме тука. И вие сите в кафе седиме. Дај луѓе да промениме, да ојме напред. Сакам спорт. Прво да се стави спортот, градот, да може со моите деца да излагам на град, да шетам, да направам што е најубаво. Kryetari Jovanovski u shpreh se komuna mbetet e hapur për dialog të vazhdueshëm dhe se prioriteti i administratës lokale është krijimi i kushteve që u lehtësojnë puzën bizneseve. Ai tha se do të shqyrtohen me seriozitet të gjitha kërkesat e paraqitura, ndërsa paralajmëroi se në të ardhmen do të ndërmerren hapa konkret për zgjidhjen e disa prej çështjeve të ngritura. Градот знам дека се сошувате со многу проблеми и сакам прво да ги опознавам проблемите ваши, а после како што спомна Дарко во нашите развојни програми. I pranishëm në këtë takim ishte edhe ish ministri i financave Zoran Stavrevski, i cili do të ndihmojë komunën për planifikim efikas të buxhetit komunal 2026. Општината има еден релативно скромен, би рекол, буџет, кој што сепак со домаќинско работење може добро да се стави во функција на исполнување на целите на граѓаните и секако на стопанствениците. Pjesëmarrësit u akorduan që takimet të tilla të zhvillohen më shpesh me qëllim që komunikimi mes komunës dhe sektorit privat të jetë më efikas dhe më i strukturuar. Vlerësuan se bashkëpunimi institucional është kyç për zhvillimin ekonomik të Kërqovës dhe për krijimin e një ambienti konkurrues dhe të qëndrueshëm për bizneset lokale.